duke shikuar se turizmi po vjen gjithmonë në rritje, ka qenë shumë nevojshme sepse siguria mbi gjitha. Po të kërkojmë një turizëm qëndrueshëm, është siguria mbi gjitha dhe shpesh herë siguria na përket edhe neve u shqetësoshëm për turistat, kur vishin sipër, sa herë vishin me makinat e gërvishme. Zgjerimi i jep një siguri më të mirë, shpresojmë mas ta marrin për pistë avionash, por shpresojnë në të ardhmen të vleje ligjshmëria, të vendosë ligjshmëria, të ketë kontrolle dhe mos të merret si rrugë e mirë vetëm për mi dhanë gaz edhe me het, sepse mund të kthehet në rrezik tjetër. Edhe ndriçimi është shumë e rëndësishëm dhe kursia e biçikletave, sepse shpesh herë turistat aplikojnë shumë sportin e biçikletave, vinë edhe me biçikleta, edhe një ndriçim me kursi biçikletash jep edhe një seriozitet fshatit për një turizëm më të qëndrueshëm. Zgjerimi i rrugës ka qenë shumë i nevojshëm sepse kjo rrugë a bë para 17 vitesh, mos gaboj. Dhe nuk është bë asnjë lloj investimi nga momenti që është bë. Erdhi Bert Mylyshi, bani një punë të përkryme në rrugën, domethënë ka vlera të jashtëzakonshme, sepse këtu është fshat turistik, vijnë turista, vijnë të huaj shumë. Gjatë verës domethënë ka shumë të huaj që vinë, e vizitojnë shumë këtë fshat. Ndihmon kaq shumë sa këtu ndërhyjtë policia më zhblloku rrugët, sepse u bllokoshin rruga shumë e ngushtë njëra tjetra. Falenderojmë kryebashkiakun që bani paraqiti një projekt të fondi i zhvillimit, se e faturojnë se e bani shteti, e bani njëri, e bani tjetri. E bani kryetari i bashkisë aktualisht Albert Mylyshi. Kemi 12 vite pa u bën asnjë investim. Është frymëmarrje çdo rrugë në Mirditën, në çdo zonë malore, rruga është kryesorja. Ishte e pamundshme kalueshmëria, u bë e mundur kjo pjesë e shtimit të kësaj rruge, duke jo vetëm për pjesë biçikletash që u dha, që kuptohet se ai fondi ishte shumë i vogël, por duke mundësu komplet asfaltimi i rrugës që pothuajse tani ka kalu 4 metrshin dhe është. Tu do të ketë edhe drejtësim. Shpresojmë dhe me fjalën që na ka dhënë edhe zoti Mylyshi, do të bëhet edhe pjesa tjetër.